Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar në fakt një ngjarje që ka qenë pikpyetje për vite të tëra. Soni Malaj ka treguar detaje shokuese përse u nda nga Flori Mumajesi, gjë që në fakt duket se është një dashuri e paharrueshme për Sonin. Ajo ka rikthyer në fakt vëmendje në historinë e saj me Flor Mumajesin, duke folur hapur për periudhën kur ato të dy ishin të fejuar dhe vëmendjen e madhe mediatike që shoqëronte lidhjen e tyre, domethënë e ka treguar në Ferma VIP. Teksa qëndronte me Kostanën, Soni tregoi se shpesh herë jeta e tyre private përfundonte në faqet e gazetarëve, duke krijuar një presion të vazhdueshëm. Ajo rrëfeu edhe një moment ku çifti kishte vendosur të deklaronte një ndarje të rreme, madje edhe për familjarët për shkak të kësaj vëmendje tepër të lartë. Soni thot, dilnim në gazetë, më sillnin gazetën familjarët, zgjohesha direkt e lexoja dhe nëse kisha patur koncert një ditë më parë. Për të parë çfarë kanë shkruar sot për mua, njerëzit kishin super kuriozitet, se normal nuk kishte asnjë informacion për këta gjëra. Bëm edhe ne një ndarje, ngjoja, por edhe familjarëve u tham jemi ndarë. Por duke dal nga avioni, dikush na bëri foto dhe u shpërnda, doli në titrat e televizioneve, informatave dhe shkuam në një restorant shumë të njohur dhe kur arritëm të gjithë ishin me syt nga televizori, duke parë lajmin dhe kur u kthyen nga ne ulëm diku në një cep, rrëfeu Soni. Ajo shtoi se pikërisht presioni i madh mediatik dhe mungesa e mënyrës për ta menaxhuar këtë situatë ndikoi në përfundimin e lidhjes së tyre. Ne na është nxirr lidhja, shkaku kryesor pse jemi ndarë ka qenë ky presion. Tani njerëzit janë mësuar me portalet, por atëherë mbeteshe në gazetë. Ne kemi qenë bashkë nga 2005 deri në vitin 2009, kur e kemi ridiskutuar këtë gjë. Çfarë ishte arsyeja pse jemi ndarë, ishte pikërisht presioni shumë i madh. Nuk dinim që ta menaxhonim këtë presion, u shpreh Soni. Me thënë Soni tregon që këtë gjë të bukur, dashurinë me Florin e ka humbur vetëm nga fakti që nuk e ka duruar dot presionin e madh që gazetat kanë hedhur tek Flori dhe Flori, domethënë dhe Soni nuk kanë mundur që ta menaxhojnë këtë lidhje, por duket që Soni vazhdon akoma të jetë dashuruar tek Flor Mumajesi. Dua të marr mendimin tuaj se sa e sinqert është Soni në këto qëndrime të saj.